Të dashur vëllezër besimtar, sot është ditë e veçantë, festë e javës e Gjumoja. Është një ditë ku Allahu i Madhreshëm na ka bashku në shtëpinë e Tij dhe me lejen e Zotit sot unë zyrtarisht filloj punën time apo misionin tim si imam në mesin tuaj, pasi elhamdulillah procesi i vizës përfundoi dhe lutj Zotin e Madhreshëm që ky bashkim i joni tjetë bashkim i bereqetshëm. Lutj Zotin e Madhreshëm që të bëhemi sebeb që ta shtojmë dashurinë mes njëri tjetrit dhe ta forcojmë besimin për të shërby kësaj feje dhe për të shërby shoqërisë, xhamatit në përgjithësi. Vëllezër, ne jemi në këtë vend që nuk është vendlindja jonë, po jemi në Mërgim dhe kur njeriu është larg vendit tij, normal kërkon një streh ku ai ta gjen atë rahatin, ta gjen atë qetësinë shpirtërore. Dhe për besimtarin nuk ka rahati dhe nuk ka streh më të sigurt se sa kur është në strehën apo në shtëpinë e Zotit të Madhreshëm. Pra xhamit janë shtëpitë e Zotit ku në to hyjnë besimtarët të sigurt duke kryer ibadetet, duke kryer adhurimet. Të dashur vëllezër, nëse kthehemi mbrapa në histori dhe të shikojmë modelin ton më të mirë, kush është modeli jon më i mirë? Padyshim se modeli jon më i mirë është Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam. Dhe në momentin kur ai bëri hijret, pra u detyru të largohej nga vendlindja e tij dhe pasi la shtëpin, la pasurin, la kujtimet e rinisë së tij, kur erdhin në Medinë, kur arritin në Medinë, cila ishte ajo puna e parë që bëri pejgamberi alayhi salatu wassalam? A kërkoi nga medinasit t'ju thot se ku e kam shtëpinë time që të banoj? Jo. A kërkojnë nga medinasit që t'i tregonin se ku është tregu që të filloj tregtin, të filloj pazarin? Jo. Cila ishte kërkesa e pejgamberit alayhi salatu wasalam? Apo cila ishte puna e tij e parë që e bëri? Cili ishte veprimi i parë që ai e ndërmori? Padyshim ishte ndërtimi i kësaj strehe të sigurt, ndërtimin e xhamisë. Pra ishte fillimisht xhamia ajo që ka u ndërtu në Medinën e ndritshme, sepse të dashur vëllezër besimtar, shtrohet pyetja, pse pejgamberi alayhi salatu wasalam fillimisht e ndërtoi xhamin edhe pastaj u mor me punë tjera? Për shkak sepse ai e dinte fare mirë që një shoqëri pa xhami i ngjan atij trupit pa zemër. Një shoqëri pa xhami i ngjan atij peshkut pa ujë. Pra xhamia është ajo që edhe njerëzit e huaj, mirë po të një besimit i bashkon. Ja për shembull, këtu jemi secili vim nga vendet ndryshme. Mirë po, kur vjen koha e namazit, pra na ka tubu kjo shtëpi e Zotit, po ashtu edhe kur vjen koha e namazit, rreshtohemi, bashkohemi në safa dhe nuk ka nevojë që të identifikohemi. Safi i parë me qenë prej këtyre pozitave, safi i dytë me qenë prej punëtorëve, safi i tretë me qenë prej atyre që punojnë fabrika, safi i katërt me qenë prej atyre që punojnë baushtell. Jo, secili që e arrin, pra që të vjen safin e parë, siç ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, se ai që arrin më herët, pra ai edhe plotson safat e para dhe
pejgamberi alayhi salatu wasalam i vlerësoi shumë dhe i çmoi shumë ata të cilët falen në rreshtat e parë, falen në safat e para. Andaj të dashur vëllezër besimtar, çka dua të them me këtë? Dëshiroj të them se padyshim se ajo neve çka na bashkon me një vend është xhamia. Kjo ishte arsyeja dhe shkaku që pejgamberi alayhi salatu wasalam ndërtesën e parë që e ndërtoi ishte pikrisht xhamia, dhe xhamia pejgamberit alayhi salatu wasalam nuk shërbente, nuk ishte vetëm një vend faljeje që mi fal 5 kohë të namazit. Xhamia pejgamberit alayhi salatu wasalam ishte edhe parlamenti i besimtarëve, i muslimanëve. Xhamia pejgamberit alayhi salatu wasalam ishte edhe universiteti ku mësohej Kur'ani. Xhamia pejgamberit alayhi salatu wasalam ishte edhe gjykata ku ndahej drejtësia. Xhamia pejgamberit alayhi salatu wasalam ishte edhe spitali ku shëroheshin plagët e shpirtit. Në atë xhami njerëzit nuk kishin asnjë lidhje gjaku, mirë po ishin më të afërt se vëllau me vëllaun që e ka bë e njëjta anë. Kush i lidhi, kush i afroi, kush i bashkoi? Pikrisht besimi, pikrisht xhamia, pikrisht shtëpia e Zotit. Andaj me drejt Zoti i Madhërisëm tregojnë Kur'an se kush janë njerëzit e xhamive. Thanë me një ajet kuranor, innama ya'muru masajid Allahi min amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha ila Allah. I vizitojnë, i frekuentojnë, i mirëmbajnë xhamit e Zotit vetëm ata që e besojnë Allahun, besojnë ditën e gjykimit, e falin namazin, e japin zekatin dhe nuk i friksohen as kujt tjetër përveç Allahut, të tillët janë në rrugë të drejtë, të tillët janë të udhëzuar. Shihni se si ju ka dallu dhe ju ka veçu Zoti i Madhërisëm prej 7 katëqieve. Pra këtë objekt që e keni ngritur, e keni ndërtu dhe vazhdoni ta mirëmbani, konsideroheni edhe llogariteni si njerëzit e drejtë dhe të udhëzuar. Dhe me qenë i drejtë, me qenë i udhëzuar në rrugën e drejtë, çka nënkupton? Nënkupton se je i mshiruar nga Zoti, je i falur nga Zoti, dhe nëse je i mshiruar dhe i falur nga Zoti, do të thotë se do të shpërblehesh me xhenetin, pra atë vend që secili besimtar synon me arrit. Të dashur vëllezër besimtar, ndalemi pak fillimisht te kjo fjalë që Zoti e cek në këtë ajet kuranor, që është fjala i mirëmbajnë. Besimtarit janë ata të cilët i mirëmbajnë xhamin, shtëpitë e Zotit. Çka do me thonë me e mirëmbajt shtëpinë e Zotit? A do të thotë që vetëm me e ndërtu me materialin më të mirë, me shtru me tepihun më të mirë, me i dekoru, me i rregullu muret më të bukura me arkitekturën më të mirë? Apo a do të thotë kjo që vetëm jemi prej tillëve që e mirëmbajmë edhe me antarësinë tonë kështu me radhë? Padyshim se këto janë të mirëseardhura dhe lut Zotin e Madhërisëm që më ju shpërbly për çdo cent që ju e jepni në mirëmbajtjen e xhamisë. Mirë po përveç kësaj të dashur vëllezër besimtar, mirëmbajtja më e madhe, ajo që peshon rënd peshojën e Zotit, është që ta mbushim xhamin me jetë. Është që t'i mbushim rreshtat në namazet tona të përditshme. Është që me edukatën e bukur dhe sjelljen tonë që e marrim nga brindat të reflekton pastaj ajo nga jashtë një xhami e bukur. Mirë po, pa xhamat është një xhami e vdekur. Andaj ta mirëmbajmë xhamin edhe në këtë aspekt të dashur vëllezër besimtar. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam na flet për atë shpërblim të jashtëzakonshëm, të veçantë në ditën e gjykimit, që do ta ketë vetëm një kategori e njerëzve. Kush janë ata
që do t'jenë në mesin e 7 grupeve në atë ditë kur nuk do t'ket hije tjetër përpos hije së arshit Zotit, në mesin e 7 grupeve përmendi pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe tha: "Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid", një burr zemra e cilit është e lidhur për xhamin. Vini re këtë fjalë të pejgamberit alayhi salatu wasalam që po thotë: zemra e cilit është muallaqa, e varur, pra për xhamin. Ka sjell shembullin tamam sikur se shembulli i kësaj drite të bukur që ndriçon natën xhamin tonë. Kështu është besimtari i varur, i lidhur për xhamin. Ai edhe fizikisht kur nuk është prezent në xhami, kur është në punën e tij, zemra e tij në vazhdimsi është e lidhur me xhamin. Ati mendja i rën me pas pak kohë me shku dhe me e fal namazin në xhami. Kjo pra të dashur vëllezër besimtar është kuptimi i hadithit pejgamberit alayhi salatu wasalam se në mesin e 7 grupeve do të jetë edhe një person që zemrën e tij e ka të lidhur me xhamin. Të dashur vëllezër besimtar, njëri nga dietarët e hershëm, përderisa ishte duke ecur një herë me një studentin e tij, u përballën po një xhami bukur me arkitekturë shumë të mirë po që ishte e mbyllur ajo xhami. Dhe studenti i mërzitur tha: "Subhanallah, sa e bukur qenë ka kjo xhami, mirë po sa e zbrast dhe e braktisur pas ka mbetur." Shikoni përgjigjen, dëgjoni përgjigjen e këtij dietarit urtë se si u përgjigj studentit ti. Tha: "Jo bir jem, xhamia nuk është e zbrazët, xhamia qenë ka këtu, qenë ka e fort, mirë po janë zemrat e atyre njerëzve që jetojnë rreth saj dhe që janë të zbrazur nga dashuria për Allahun, andaj nuk e gjejnë dot rrugën për këto pra për në xhami." Prandaj amaneti im të dashur vëllezër besimtar është që ta mbajmë gjallë këtë xhami, ta shndrojmë tamam në spitalin e shpirtrave tanë, ku do të shërohen, ku do të plotësohen shpirtrat tanë. Vëllezër, ne jetojmë në një vend me një dinamik të shpejtë. Pra ju punoni nga e hana deri në të premten. Dikush punon në fabrik, dikush punon në ndërtimtari, dikush në zyre kështu me radhë. Pra jeni të ngarkuar me stresin e punës gjatë tërë ditëve të javës. Mirë po, në momentin kur të vim në xhami, kur ta shkelim pragun e kësaj xhamie, tërë stresin, tërë ato lodhje, tërë ato gajlet edhe ato problemet të lëmë mbrapa. Dhe ta konsiderojmë veten se kemi hyrë në këtë spital ku do ta shërojmë shpirtin tonë. Të dashur vëllezër besimtar, pamjen më të bukur ti padyshim se e sheh në xhami, e sheh në safat e rreshtuar ku nuk ka dallim ai që është me pozit apo ai që nuk është me pozit. Pra secili mundohet që të jetë sa më afër Zotit të tij me ibadetin dhe namazin e tij. Të dashur vëllezër, nëse xhamia është shtëpia jonë e përbashkët, atëherë edhe ne që falemi në këtë shtëpi të Zotit duhet me qenë tamam sikur ajo familje që jemi për njëri tjetrin. Sepse kështu tha pejgamberi alayhi salatu wasalam në një hadith: besimtarët në dashurinë, mëshirën dhe mshurinë ndaj njëri tjetrit janë si një trup i vetëm. Një organ i trupit nëse ka dhimbje tërë natën, trupi vuan nga pagjumësia dhe nga errët. Dhe kështu duhet me qenë të dashur vëllezër besimtar edhe xhamati joni i kësaj xhamie. Nëse dëgjojmë se një xhamati joni ka një vështirësi, ka një problem, ka një smundje në familje, kjo edhe neve duhet me na pa të mërzitur.
Kjo edhe neve duhet me na bot brengosër edhe me u piklu për gjendjen e tij dhe me u lut tek Zoti i Madhreshëm që Allahu me e përmirësu gjendjen e tij. Andaj të dashur vëllezër besimtar, kjo përkthehet tek hadithi i pejgamberit alayhis salatu wasalam që tha, nëse një organ vuan, i tërë trupi vuan nga pagjumësia dhe ethet. Kështu duhet me qenë besimtarët në mëshirën, dashurinë dhe mshurinë ndaj njëri tjetrit, dhe shumë bukur e përmblodhi edhe Zoti i Madhreshëm në Kur'an me një fjalë të shkurtë kur foli për besimtarët, për vëllezërit besimtar, tha innamal mu'minuna ikhwa, me të vërtetë besimtarët janë vëllezër. Nuk tha duhet jenë vëllezër, mirë po përfundimisht e vullosi Zoti i Madhreshëm me fjalën me të vërtetë besimtarët janë vëllezër, që do thotë kjo është një çështje e krym. Nuk ka më këto pra opsion tjetër përpos që besimtarët me qenë vëllezër me njëri tjetrin. Andaj vëllezërit, siç tha Zoti i Madhreshëm me një ajet tjetër kuranor, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ndihmohuni mes vete në punë të mira dhe në devotshmëri, e mos u ndihmoni në mëkate dhe armiqësi. Andaj të mundohemi që ta mbajmë këtë xhami tamam sikurse ajo kështjellja më e fortë ku shejtani nuk gjen vrymë për të hyrë me na përqa. Kur dalim nga kjo xhami, nëse kemi hatërmbetje me dikën, ta shtrim dorën vetëm për hatër të Zotit. Pra, të mos jetë shkak, të mos jetë sebeb një fjalë e qastit, një veprim i pamatur që neve me na mbajt të ndarë mes njëri tjetrit. Të dashur vëllezër besimtar, nëse jemi të ndarë, pra gjithë kanë mundësi armisht me na mundur. Mirë po nëse jemi të bashkuar, gjithmonë do të jemi sikurse ajo fortesa e fortë e qëndrueshme. Keni parë për shembull, thupra është shumë e hovë. Nëse e merr edhe e then, thehet shumë lehtë. Një fëmijë mundet me e thy thupran. Mirë po nëse bashkon 100 thupra e më tepër, a ke mundësi bashkarisht ato me i thy? Nuk ka mundësi me u thy. Po çka ndodhi? E njëjta përbënie, e njëjta thupër, e holl, pse tash nuk po thehet? Sepse janë bashku me thupra tjera. Kështu janë besimtarët me njëri tjetrin. Kur bashkohen ata, kur i ndajnë dhimbjet me njëri tjetrin, kur e ndihmojnë njëri tjetrin, padyshim se i ngjajnë asaj fortesës e cila do të jetë e fortë dhe e cila do të jetë e qëndrueshme. Andaj të dashur vëllezër besimtar, krejtësisht në fund t'ja bëjmë një pyetje vetes tonë. Pse po i mbajmë gjallë ne këto xhami? Pse po ndajmë nga pasuria jonë, nga djersa e ballit tonë? Pse sakrifikojmë nga koha jonë? A e bëjmë këtë vetëm për veten tonë? Jo, sigurisht që jo. Ajo çka ne punojmë dhe angazhohemi është që të angazhohemi edhe për fëmijët tanë. Sepse të dashur vëllezër besimtar, pas 20 viteve, dikush prej neve do t'jetë me rrudha e ndoshta dikush nuk do t'jetë fare në këtë botë. Pra do të largohemi prej kësaj bote. Nuk e dim momentin kur i vjen e gjeli për të na e marrë shpirtin. Mirë po, nëse ne nuk jemi përkujdesur për ardhmërinë tonë, për fëmijët tonë, që ato t'i sjellim në xhami, që ato t'i mbajmë të lidhur me këtë shtëpi të Zotit, atëherë pas 20 viteve kjo xhami nuk do të ketë asnjë vlerë. Pse? Sepse ne e kemi bon që ajo mos me pas vlerë. Sepse gjeneratat e ardhshme, brezi i ri, fëmijët tanë i kemi lanë pa edukat, i kemi lanë pa besim dhe kanë bërë që të harrojnë xhamin, kanë bërë që të largohen nga besimi. Andaj xhamit me drejt konsiderohen sikurse ajo varka e Nuhit. E Nuhit a.s. Sikurse ajo anija e Nuhit a.s. e cila besimtarët që hypën në atë anije shpëtuan. Ata të cilët e braktisën anijen dështuan. Andaj tha pejgamberi a.s. në një hadith, se cili prej jush është bari
dhe secili prej jush është përgjegjës për kopen e tij, çfarë bën një bari? Ai thjesht nuk i kullot delet e tij. Ai e udhëheq kopen delet e tij në kullotat vendet më të mira, si dhe e ruan nga ujqrit që mos me e dëmtu kopen e tij. Ujqrit e kësaj kohe të dashur vëllezër besimtar nuk janë kafsh mali. Ujqrit e kësaj kohe janë ideologjit e rrezikshme, janë humbja e identitetit, janë rrugët e këqija dhe lajthitjet që ju ofrohen fëmijëve tanë përmes ekraneve të telefonave apo të tabletave që ne ja u kemi bler atyre. Andaj të dashur vëllezër besimtar, të mundohemi që ta edukojmë shpirtin e tyre, që edhe kur t'jenë vetëmi ata ta dinë se janë nën vëzhgimin e Zotit. E kom thonë dhe e përsëris edhe një herë. Pra, asnjëherë të mos i rrisim fëmijët tonë me frikë. Mos e ban këtë punë se s'ban, mos e ban këtë punë se s'ban. Mirë po të mundohemi me i rrit fëmijët e tonë me dashurinë që duhet me e pas për Zotin. Shumë bukur është shprehur një prej asketeve Rabia el Adawiyja në një dua të saj. Ka thonë: o Zot, unë ty nuk të adhuroj për shkak të frikës zjarmit xhehenim. Po ashtu nuk të adhuroj për shkak shpresës për me hyrë në xhennet. Mirë po unë e ty të adhuroj për shkak se ti je meritor për të adhuru. Me i mësu fëmijët tonë që kur ta falin namazin e tyre, gjejnë kënaqësi përderisa e falin. T'ju tregojmë atyre se Zoti kënaqet me veprimet e tua. T'ju mësojmë ata praktikisht se kur largohesh ti djali em apo ti vajza ime prej gjunahut, ti e ke kënaq Zotin tënd. Ti mësojmë, ti edukojmë fëmijët tanë që ti kur mëson edhe bohesh një nxënës i suksesshëm, një student i suksesshëm, ti ke me e kënaq Zotin tënd, ti ke me e kënaq pejgamberin tënd. Në këtë frymë ti edukojmë fëmijët tanë. E lutim Allahun e Madhreshëm që na bëj prej besimtarëve që xhamit vazhdimisht i konsiderojmë vatra të dritës, të udhëzimit dhe të ngrohtësisë. E lutim Allahun e Madhreshëm që me ne i bashku zemrat tona. Andaj një lajmërim të fundit për ditën e diel do të startojmë me fëmijët. Kisha pas qef që aty në orën 12 ti sjellni fëmijët në xhami, ti regjistrojmë edhe normal, pastaj të planifikojmë edhe për orarin e tyre, me qenë se tani do të jemë në mesin tuaj, lutë Zotin e Madhreshëm që ti mësojmë edhe ti edukojmë edhe fëmijët tanë, që ata nesër të jenë shembull për të mirë. Astaghfirullah li wa lakum wa lisari lil muslimin, astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.